nga e di që s'di asgjë, tek flasin për gjithçka, çfarë do të thoshte Sokrati për kulturën e gjithologëve në median shqiptare sot? Tani që mendimet e thjeshta i thonë të gjithë njerëzit e thjeshtë, ne do të themi mendimet që thonë njerëzit e thjeshtë, ne do të themi ca mendime tjera. Si ka përzihet kjo, se kjo është ultra non plus victim nuk besoj se ka koncept. Edhe unë jam marrë goxha me këtë. Jeti nati është të merresh me kokat e botës, jo me kokat e lagjes. Ne shqiptarët zakonisht ndikohemi shumë nga kokat e lagjes. Edhe ndërkohë që sfida e vërtet është të merresh me intelektin e atyre që janë njerëzit më të pavdekshëm të shoqërisë njerëzore, të cilët me një fjalë, me një fjali, me një libër, me një tekst, me një gjest, me një akt, kanë ngelur në kujtesën historike njerëzimit. Dhe duke qenë që ajo çka dim është vetëm një pikë uji në krahasim me universin, në krahasim me gjithësinë, me gjithë botën e madhe të dijes së pafundme. Atëherë unë kam shpikur një fjali tjetër, pak më domethënëse që thotë di aq sa më duhet. Pra, unë di çdo gjë që më duhet. Kjo është një fjali më ndikuese se sa të thuash që nuk di, se përgjithësi njeriu di. Gjithë arsyeja pse është krijuar është që të di. Pra njeriu është një qenie që nxë, njeriu është një qenie që mëson, njeriu është një qenie që di. Natyrisht ajo që di ka 1000 nivele. S'po flas për 33 nivelet e masonerisë, por flas për ato nivelet të dijes njerëzore, të cilat njerëzit e mençur përpiqen t'i arrijnë sa më shumë, po gjithë kënaqësia është e procesit, pra te rruga. Kënaqësia nuk është të dish, kënaqësia është të përpiqesh të dish. Kënaqësia është mësosh për ditë. Personalisht mësoj çdo ditë me orë të tëra, dëgjoj, shikoj, vlerësoj, lexoj. Dhe si ata njerëzit që janë shumë të fiksuar pas vitaminave, dhe i pinë orarin zviceran, le të themi, ashtu edhe unë jam i fiksuar me dijen. Në përgjithësi në këtë epokë jam i fiksuar me dijen historike, më pëlqen shumë historia. Historia që tregon se çfarë ka ndodhur në këtë botë dhe se si disa njerëz e kanë çuar para ose mbrapa këtë botë. Edhe historia përsëritet pafundësisht. Numësia ata popuj, numësia ata kombe, numësia ata njerëz të cilët dinë të nxjerrin mësimet e duhura nga historia. Në përgjithësi ne nuk shquhemi për mësimet e duhura. Tani le të themi të gjithollogët e studieve televizive. Ka një perceptim negativ për ata që flasin për çdo gjë. Problemi është që ka dy gjëra. Një, nuk ka njerëz në Shqipëri që flasin. Shumica e njerëzve nuk flasin. Dhe një mbledhje e prishin dy njerëz, ai që di dhe s'flet dhe ai që di dhe s'di dhe flet. Kështu që jemi në të dyja rastet. Ka plot njerëz që dinë dhe s'flasin, ka plot njerëz që s'dinë dhe flasin. Ndërkohë populli i mençur ka dhe një shprehje tjetër më të bukur, thotë sa të mendohet i mençur i budallaj ka mbaruar. Por ai mendimi i dytë imi është që nuk janë të domosdoshëm, tek e fundit nuk ka pse të dëgjoni të tjerët, kur keni më shumë mundësi t'i afroni vetë së vërtetës. Tani mund të përdorni instrumente magjike. Shkopi i Harry Potterit ekziston quhet ChatGPT ose Claude ose çfarë do emri tjetër që mundi kenë vend ta ustallar vendej, po të doni mund të mësoni gjithçka, mund ta mësoni kur të doni, si të doni, çish të doni, tek të doni. Prandaj mos u bazoni kurrë tek ajo që të tjerët thonë, por bazoni tek ajo që ju mund të kuptoni nga ajo që të tjerët thonë. Fundit fare është që më mira do ishte të tregonim respekt. Por nëse nuk na pëlqen ky respekt, atëherë mund ta çojmë respektin atë ku duhet, edhe ta harxojmë kohën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme.